Salamu alaikum. Djerë kishme një rast ku njeriu e ka djalin smut në spital edhe gabimisht ai shkreti nuk e din, drejtohet te një hoxh në thojza edhe ai ja ban një, shkon ai thot djalin kam smut pjedhem këtu, smundje fizike. Edhe ai thot që unë po të shkruaj, ja ka shkruar do Himalia, bane këta, bane ata, edhe që të këtu që të anej, mirë. Ai prej aty merr në telefon mu, tha jo, tha u me të thënë drejtën, thanë, unë tha nuk i besoj të gjana, nuk jam interesu më marrë me to, tha po masi me dha, të marrë, normal, s'mujta tha me ja këthy. Merë të kesh, pastaj mi thonë edhe sa pare ti ka lypë, tjere, por gjithsesi, pastaj mi pru këtu edhe mi la. Dhe do më thonë, po këthe pak kamerën. Ka këto, për me që njënën se si e ka dhonë, shko të bëme një shtu diqka një 4 orë, po tash pjesët mi kombinu, s'po di edhe ja ka shkru një numër këtu, do më thonë një numër, thjesht numër, edhe këtu e në lara, dhe më thonë që ka qenë kjo si Himali, njona. Nëjse u këtë kjo, pastaj e ka bo, një e ka bo një stek. Kjo, Himalia u konë këtu, e pështjelt, ajo vetëm thjesht, dhe më thonë, mos mi u përzi me tjerat. Edhe unë e mora qela. Ja, e shifë një Himalia e bosit, se kjo të shkatrana, kjo të dërmën. La ilaha illallah, u bëj e gore se po menon dikush për një met shkatran. Ja. E tash. Kjo nërja stek o konë. Një stek, mirë. Ta. E tash. Po, 4 tjera, 3 këtu janë, pa qelne, edhe një akum qelë. Kjo lepra për gjithshme. 4 tosa, zdi që ka shkru tosa, mosa. Nëse me qëllëm zlu, me ka zlu. Edhe tashë, ma kam qëf me qelë në sytë ju, që të me pa dhe ju. Mu shë me janë gjitë lepakit, se i ka bo mënyrë ekstra. Edhe më thonë këtu, nuk e di se si miki, person një fjallë dhe më thonë pa e pytë sa pare ti ka marra, dhe në të ka marrë para për ju. Nëse do t'ishin Himali për një me, do më thonë magji për një me, atër normal do t'i kishmi trajtu nëryshe, do t'i kishmi fryje tjere, por këto e në thjesht, do më thonë palavra e sapja, dhe në. Ska santo, këtën, eta është ta shojnë, atë mrekullin e radhës, bravo. Këto një dy shkronja, edhe, këtu qka, që Himalia të kujna jep një pare. Po Allah Gjeleshanu ka bo kufër, e ka ndalu, ka bo haram, të shkosh të merresh me këto. Edhe do më thonë, edhe këto tjerat njejt, ashtu, por shkak se ka pështjell mirë me lepak, do shta zë të muj me i qelë që zhluhet, se s'po du me ju hup koha dhe juve. Kjo dhe më thonë mrekullia radhës e bosit të laknave. Tjetër. Edhe njëjtë po ashtu e 4. E ta shti vlla dhe ti motër, shka jepja ti 500 euro. Nuk është problemi mi e dhonë
pare. Adin, kjo në zban, po hajdet le të haje dreqe që thot fjala popullore. Është puna se si pranon dikush tjetri me kesh me ta, me lujt me ta. A vedin dhe më dhanë me lujt me inteligencën tane. A din të në qëfar shekulle e të jetu. A din që ka shpërthy teknologjia, ka shpërthy dhe më dhanë dhia. Edhe, po mund me thonë dikush, po dhe ju me fe, thoni gjenit, kretë kemi argumente na. Merë Kuranin, Sunetin, gjoja një gabim fes. Këto, me të mashtu njerë në shekullën 21 ke qute doktor idealin. Për një smundi dhe mon të moshkërisë të zorës, të asajt kësaj, e këti pasaj shkanë edhe. E hanë forën me këso. Nëjse, alhamdulillah, nuk du të akuzë këtë vllahun që ka ardhur te une, sepse ka mendu që është hoxhë dhe kur veç e ka qitë hajmalia të tërë tha, normal që konë dash mësë me amarë, po në rregull edhe u pendu, alhamdulillah. Keni kujdes të ndërum vëllezër e motra. Allah na përmirësoft.